Përshëndetje gjithëve, faleminderit që keni ardhur në këtë komunikim të sotshëm nga Shtëpia e Futbollit. Sot jemi këtu me trajnerin e kombëtares U21, Alban Bushi, i cili ka nisur përgatitjet për grumbullimin e kombëtares U21 me rastin e ndeshjes së Zvicrës, ndaj Zvicrës në transfert në Lozan, e cila zhvillohet në kuadër të kualifikuesave për Euro 2025 për 21 vjeçarët. Kombëtarja U21 do të nisë grumbullimin me datën 1 shtator të dielën në Tiranë dhe pas disa ditësh përgatitje niset për Zvicër në datën 4, ku më pas në datën 6 do të zhvillojë ndeshjen ndaj Zvicrës në orën 19:30 në Lozan. Trajneri ka bërë publike listën me 23 futbollistët e grumbulluar dhe do t'i drejtojë pyetjeve tuaja në lidhje me këtë grumbullim dhe ndeshje. Fillojmë me Brikenën. Përshëndetje Bushi. Përshëndetje. Kombëtarja U21 pra përgatitet për ndeshjen me Zvicrën. Ju keni publikuar I munduar të marrim lojtarët që janë në formë për momentin. Mendoj që kanë bërë shumë mirë në klubet e tyre dhe kanë shumë minuta. Sepse ka pasur momente jo dhe ai shumë mira për disa nga lojtarët që kanë më shumë minuta tani. Mendoj që ndeshja me Zvicrën do jetë një ndeshje finale për ne, sepse matematika na e lejon që të jemi brenda objektivave, kështu që do shkojmë për të fituar atje. Ekipi momentalisht është shumë i mirë, është në gjendje shumë mirë fizike, kemi marrur disa lojtarë të rinj që t'i kemi edhe për sezonin tjetër, duke lënë që unë doja t'i përmendja dhe t'i falenderoja në fakt lojtarë si Kurtulan apo si Ardit Nikaj, si Leandro Froku, Klidman Lilo që nuk janë më pjesë e këtij grupi për këtë datë 2002-2003, sepse në muajin tjetër është vetëm një ndeshje e fundit, do të fillojmë me datimet e tjera. Përshëndetje. Në muajin mars mos ka bëj ka qenë ndeshja e parë me Zvicrën, sa ka ndryshuar kombëtarja nga ajo periudhë dhe ti ceke pak më parë që le të themi është një ndeshje jeta vdekje për të synuar kalimin e grupit, por e ka vërtet Shqipëria potencialin ndoshta me ndryshimet që janë bërë gjatë gjithë kësaj periudhe për ta synuar kualifikimin? Ne e njohim shumë mirë kundërshtarin e Zvicrës. Kundërshtari është një ekip shumë i fortë, domethënë ka nivel shumë të lartë, ka potencial shumë në ekip, por ne kemi një pamje shumë të qartë sepse kemi luajtur ndeshjen e parë këtu në stadiumin Air Albania me ta, na kanë mundur 3-1 me 3 goditje standarde, na e kanë bërë golat. Kishin më shumë zotrim topi se ne në pjesën e parë, pjesën e dytë ne ishim më mirë se ata, edhe në qarkullimin e topit dhe në mundësitë për të bërë gol. Domethënë patëm disa raste për ta barazuar rezultatin si në pjesën e parë ashtu edhe pjesën e dytë. Por ishte një lojë pavarësisht rezultatit, kur shikon rezultatin 3-1 nuk është një lojë që Zvicra ishte shumë favorite, le të themi, në gjithë vazhdimsinë e lojës. Unë mendoj që ne kemi gjitha shanset për të marrë rezultat pozitiv në Zvicër, nuk kemi asnjë lloj presioni, le të themi ne jemi matematikisht jemi brenda objektivave, ka ngelur edhe 2 ndeshje për ne 4 për Zvicrën, kështu që do të shpresojmë deri në fund se asnjëherë nuk i dihet në futboll. Mendoj që kemi gjitha shanset për ta mundur Zvicrën atje. Ata kanë presion sepse duan të kapin vendin e parë, kanë Rumaninë shumë afër tyre, kështu që presioni është mbi ta dhe jo mbi ne. Profesor, shohim që ka një lloj trendi, nëse mund të themi kështu, sa vjen rritet numri i atyre futbollistëve që luajnë në kampionatin shqiptar. 10 këtë herë, duket se tek 21 vjeçar, le të themi, nuk po duket se ka shumë ndryshim, ndoshta mes futbollistëve që luajnë këtu dhe atyre jashtë. Dhe a kishte ndonjë lojtar tjetër që le të themi kishte një lloj pengese apo një lloj stepje për t'ju bashkuar kombëtares? Pengese në ç'kuptim? Pengese nga klubet? Ndoshta një lloj refuzimi, nëse mund të themi kështu. Jo, nuk kemi pas lojtar refuzim, absolutisht jo, sepse për të veshur panellin kombëtar, çdo lojtar duhet të jetë krenar për ta veshur, nuk besoj se do të ketë refuzime, po ne jemi munduar të marrim lojtarët më të mirë. Nga kampionati shqiptar nuk është se jam shumë i kënaqur nga kampionati shqiptar për sa i përket aktivizimit të trinjve, sepse nuk kanë aktivizuar shumë trinj, domethënë me thënë drejtën ka pasur pak, gjithmonë kemi pasur ne kemi pasur gjithmonë potencialin nga jashtë, nga kampionati shqiptar shumë pak. Por këtë kampionat, këtë sezon, pra ka filluar sikur po shohim pak trinj, pra kemi ekipin e Vllaznisë që kanë aktivizuar Doda në datën e 2005, që është për sezonin tjetër një lojtar shumë i mirë dhe i perspektivës, se shoh me perspektivë goxha të mirë, do t'i vazhdon kështu siç e ka nisur. Kemi disa lojtarë trinj që janë, domethënë ka filluar kampionati shqiptar tani duke aktivizuar trinj. Unë mendoj duhet akoma më shumë të aktivizoj sepse janë dhe pak kosto dhe mund të përfitosh dhe shumë nga këta në të ardhmen. Ndoshta Shqipëri, ne kërkojmë që të kualifikohemi, por historia tregon se Shqipëria nuk është se gjithmonë synon kualifikimin, duke u referuar pak dhe të shkuarës
kur kanë mbetur edhe 2 ndeshje, besoj se është diçka pozitive që ende kërkojmë këtë objektiv, por nga gjithë ndeshjet e kaluara ke ndonjë peng, le të themi, ndonjë rezultat që ndoshta mund të ketë që ndryshe dhe mund të ishim në pozita më të mira para këtyre 2 ndeshjeve të fundit? Po diskutoj edhe pak më parë me drejtorin Sipër, sepse ne sot duhet kishim 15 pikë, le të themi. Pra pengur që nuk fituam me Finlandën këtu, që duhet ta fitonim atë ndeshje dhe në Malin e Zi para 2 muaj që nuk e fituam, që ishim komplet gjatë gjithë 90 minuta me ishim ne favorit. Pra sot do ishim 15 pikë. Pra këto 2 ndeshjet pra na kanë penalizuar shumë. Nuk po i zë ndeshjet e tjera sepse mbas edhe kemi luajtur dhe keq dhe se kemi merituar fitoren, siç ka qenë ajo në Finlandë ose atje në Rumani. Por këto 2 ndeshje duhet i kishim marrë dhe sot do kishim 15 pikë, do të flisnim ndryshe. E kuptojnë dhe lojtarët që domethënë këto 5 pikë ishin tona dhe kanë qenë shumë afër kualifikimit, për këtë arsye ne nuk duhet ta ulim kokën asnjëherë dhe përpara këtyre kundërshtarëve kaq të mëdhenj, sepse diferencat janë shumë të vogla. Pra sot mund të kishim 15 pikë që si kemi, jemi me 10 pikë, por mund t'i kemi mbas kësaj jave, mund të shkojmë 13 pikë mbas kësaj ndeshje dhe pastaj kemi ndeshjen me Armenin këtu. Shpresojmë pastaj që të gabojë Zvicra, kështu që jemi në lojë dhe unë mendoj që kemi bërë mirë deri tash, kemi bërë mirë sepse kemi bërë dhe lojra të mira, kemi dhënë dhe pak emocion edhe tifozëve, ajo ndeshje me Rumanin. Kanë qenë ndeshje, domethënë interesante, por ka pasur dhe vend për korrigjime, për përmirësime që kemi luajtur shumë në dobët. Unë e them gjithmonë që këta janë lojtarë të rinj, janë lojtarë të vegjël dhe çdo minutë e tyre e luajtur është një eksperiencë e marrë për të vajtur ke ekipi A, jo më kot me Don Berisha, domethënë mendoj që ka një lojtar me shumë potencial që tashmë është ekipi A, po shumë shpejt unë mendoj që edhe nga këta që janë këtu do të jenë të dielën me në nesër 2-3 veta mund të jenë pjesë e kombëtarës në sezonin e ardhshëm. Ervin Baku, Radio Tirana. Bushitis pak më parë përmendë një lojtar të shkëlqyer që luan tek Vllaznia Dodaj dhe thej që do Zoti vazhdon kështu. Patjetër gjithmonë në dashurinë dhe bekimin e Zotit jemi të gjithë, por a ka Federata Shqiptare e Futbollit një strategji apo nëse nuk e ka, mendon që duhet të ngrej një strategji për këta lojtarë që shkëlqejnë, pra që klubet i aktivizojnë rregullisht. Nuk e di jam kupton, për shembull këto 2 javë të para Barcelona ka aktivizuar 5 lojtarë 18 vjeç. E kupton, natyrisht që futbolli jon nuk është futbolli spanjoll dhe Barcelona, po këta të rinj që ne kemi të shkëlqyer, nuk është mirë që të ketë një partneritet, që një këshill të vendosur nga federata që klubet ti aktivizojnë. Patjetër që kjo do të ndihmonte edhe U21-shin, por do të ndihmonte në të ardhmen e mesme apo të largët dhe kombëtaren e madhe. Nuk e di, do të ishte mirë që të kishim lojtarë, për shembull siç ka qenë dikur që një 17 vjeçar apo 18 vjeçar luante në këtë. Po këto janë strategjitë e federatës, unë mendoj që ka bërë disa strategji shumë të mira, mendoj në përbërjen për shembull të datlindjes U12 2012-2013 për të ardhmen që i kanë grumbulluar një vit do të rinë bashkë në hotel, do të stërviten këtu në federatë, do shkojnë vetëm të luajnë në klubet e tyre ditën e diel. Kjo është diçka shumë e mirë. Kurse për sa për këtë të rinjve të luajnë ekipet e tyre nuk e kanë dorë federata sepse klubet janë, le të themi, private, shoqate dhe nuk mund të ndryshojë dot klubi që të luajë një lojtar i ri. Por Federata Maqedonse ka që duhet luajë një 9 vjeç, domethënë duhet ta kesh patjetër informacion. Do të ishte diçka e mirë, nuk e di mbasi në të ardhmen edhe bëhet. Nëse nuk ka pyetje të tjera, ju falenderojmë edhe ditë të mbarë.